Luan Haradinaj, djali i heroit Shkëlzen Haradinaj, është fejuar zyrtarisht me Anila Sylën nga Gjilani, duke shënuar një moment të rëndësishëm familjar dhe personal. Lajmi është bërë ditur nga xhaxhai i tij, Ramush Haradinaj, i cili përmes një postimi publik ka ndarë detaje nga ceremonia tradicionale e kërkimit të dorës. Sipas njoftimit të Ramush Haradinaj, së bashku me vëllain e tij Daud Haradinaj dhe familjarë të tjerë, kanë udhëtuar drejt Gjilanit për të respektuar zakonet shqiptare dhe për të formalizuar lidhjet mes dy të rinjve. Në këtë vizitë morën pjesë edhe Frasher Haradinaj, Veton Haradinaj dhe daja i Luanit Selim Fetahaj, duke bërë këtë akt një ngjarje të rëndësishme familjare. Në ditën që na bashkone na gëzon, kapiteni Luan Haradinaj vullosi një hap të ri të jetës, u fejua me Anila Sylën nga Gjilani, ashtu siç e don tradita bashkë me Daudin, Frasherin, Vetonin dhe dajën e Luanit, Selim Fetahaj. Ishim në familjen Sylaj për të kërkuar dorën e Anilës, duke nisur kështu një kapitull të ri për Luanin dhe Anilën, ka shkruar Ramush Haradinaj. Ai uron çiftin për këtë fillim të ri, duke theksuar rëndësinë e familjes, traditës dhe unitetit, vlera që sipas tij janë themeli i shoqërisë dhe jetës së qëndrueshme. Fejesa e Luanit është pritur me interes dhe urime të shumta nga miq, familjarë dhe qytetarë, të cilët kanë shprehur vlerësim për respektimin e zakoneve dhe për frymën bashkuese që kjo ngjarje përcjell. Luan Haradinaj mban emrin e babait të tij, Shkëlzen Haradinaj, një figurë e njohur dhe respektuar për kontributin e tij në luftën për liri. Fejesa e tij konsiderohet jo vetëm si një ngjarje familjare, por edhe si një moment simbolik për trashëgiminë dhe vazhdimsinë e një familjeje që ka luajtur rol të rëndësishëm në historinë moderne të Kosovës. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë e tradicionale, duke ruajtur elementët kulturorë që karakterizojnë këto rite, ndërsa pritet që në të ardhmen të ndahen edhe detaje të tjera për martesën e çiftit.